Avokati dhe njëherët antari i listës Guxo Gazmend Halilaj e ka quajtur dështimin për formimin e qeverisë Kurti 3 moment të ndjeshëm për skenën politike, por ka theksuar se ende ka hapësirë për dialog që do të shmangte zgjedhjet e parakohshme. Ai ka kërkuar që interesat e qytetarëve të vendosen mbi ato partijake, duke theksuar përkushtimin e listës Guxo për të mbështetur vetëvendosjen dhe përpjekjen për stabilitet e zhvillim. Halilaj ka kritikuar opozitën për mungesë bashkëpunimi dhe ka bërë thirrje për reflektim e përgjegjësi politike. Dështimi për formimin e qeverisë Kurti 3 pa dyshim paraqet një moment të ndjeshëm për skenën politike në Kosovë, megjithatë unë besoj se ende ekziston hapësirë për dialog dhe marrëveshje politike që do të shmangte zgjedhjet e parakohshme, të cilat do të ngarkonin dhe më shumë proceset institucionale dhe ekonominë e vendit. Është thelbësore që subjektet politike të vendosin interesin e qytetarëve mbi kalkulimet e ngushta partijake. Lëvizja vetëvendosje ka dëshmuar se zotëron një vizion të qartë për shtetin, reformën dhe drejtësinë sociale. Prandaj qëndrimi ynë mbetet i palëkundur në përkrahje të saj dhe përpjekjeve për stabilitet, zhvillim dhe sovranitet të plotë të Republikës së Kosovës. Sa i përket qëndrimit të partive të tjera opozitare, faktikisht vërehet më shumë tendencë për konfrontim se sa për bashkëpunim institucional. Ky moment duhet shërbejë si thirrje për reflektim dhe përgjegjësi në mënyrë që vendi të mos rikthehet në cikle të pafundme zgjedhore, për të ecë përpara me një qeveri funksionale dhe vizionare, deklaroi ai për Bota Sot.